dhe besoj do të ketë një angazhim financiar fillestar, sepse do duhet gjithashtu bëhet fjalë për depozitat mëdha që duhen ngritur dhe po të japun disa shifra që e gabuar, po vetëm kostoja e blerjes së kësaj sasie në treg me çmimet e para luftës shkon deri në 100 milionë euro për rezervat, ndërsa kësaj shifre mund të shtohen ndoshta 50 milionë euro shpenzime për ndërtimin apo marrjen me qira depozita. Po të jemi pak më të kujdesshëm kur përmendim shifra dhe kur përmendim vlera dhe kur përmendim sepse është një iniciativë që u prezantua nga kryeministri, sot në Shqipëri aktualisht që flasim ka naftë brenda territorit Shqipërisë, të siguruar në depozitat portuale, apo qoftë edhe në depozitat e shitjes me pakisë për të garantuar naftë për më shumë se 100 ditë. Kështu që kapacitetet mbajtëse të këtyre, le të themi, të depozitave që gjenden në Shqipëri e garantojnë rezervën e nevojshme e cila, siç pas edhe fjalës së kryeministrit dje, është 120 ditë konsum. Kështu që në këtë drejtim nuk është se ka, le të themi, frikë se ne nuk kemi ku t'i mbajmë apo ku ta ruajmë apo me radhë. Në këtë drejtim, në ana tjetër, iniciativa ka të bëjë edhe me kontratat afatgjata dhe me marrëdhënie, sepse të gjitha kompanitë e furnizimit me shumicë që bëjnë kontrata me vendet prodhuese dhe me kompanitë prodhuese, duhet lënë edhe një farë garancie. Dhe luhatjet e shpeshta të çmimeve në bursë kërkojnë si kundërpërgjigje edhe rritjen apo uljen e sasisë së paras që lejohet si garanci. Dhe në këtë ndërhyrje dhe kryeministri e përmendi gjithashtu dje, pra që pjesa e garancisë sovrane, ku shteti ndihmon që në nënshkrimin e kontratave afatgjata dhe garanton, le të themi, përmes garancisë sovrane, edhe nga luhatjet të mundshme në bursën e naftës, është një zhvillim pozitiv dhe me gjasa dhe i mirëpritur për tregun. Po dje, kryeministri tha se kemi krijuar një... Po, profesor. Lidhur me rezervën e sigurimit, është me ligj, nuk është me dëshirë. Bile që ditën e parë që ndodhi trembitja në tregje, kam bërë një apel publik që autoritetet doganore që janë përgjegjëse për magazinat doganore, sepse importuesi vetëm importojnë, por nuk paguajnë asnjë detyrim vetëm kur e hedhin në treg, dhe kontrollat i shtetit duhet të bënin me një verifikim në vend. Dhe komunikimi është i vonuar. Pra, ne na del kryeministri pasi ka kaluar një 3 javë. Kjo që e para. E dyta, dëgjova dje kryeministrin që i tha importuesve bazuar në informacionin tuaj. Rezervat e sigurimit nuk janë statistika që kisha kaq dhe kam kaq. Ato janë të magazinuara dhe kanë kartel magazine. Çfarë ka ndodhur e të tjera? Arrije me korruptojnë strukturët e magazinave doganore, prandaj ngritet të shqetësim, dhe ata mund ta shesin një pjesë të karburantit dhe në momentin që ndodh kriza ti nuk e di sa ke sa. Dhe këtë punë duhet ta verifikonin autoritetet financiare dhe KLSH-ja, se është përgjegjësi e madhe. Për sa i përket shqetësimit tuaj për depozita, unë besoj se ka Shqipëria depozita, sepse ka pas goxha depozita, ka pas Ministria për Kase, ka pas ushtria. Problemi është çfarë zgjidhje do të bëjmë? Do të shkojmë drejt asaj që ne kemi natë, është e rënë ka qufur, por teknologjia ka avancuar dhe duhet kemi rafinerin tonë, që jemi më të pavarur, apo siç e bën Greqia, Italia, për të tjera që kanë shumë pak prodhim vendas, por kanë rafineri sa blokojnë edhe rajonin. Greqia furnizon gjithë Ballkanin perëndimor me naftë duke mos pasur vetë naftë. Kështu që na duhet një këndvështrim më serioz. Dhe pastaj cila do jetë forma konkrete. Edhe shifrat që përmendni ju, vetë janë 100 milionë euro, dhe të jenë 130 milionë euro. Investim nuk është shifre madhe për buxhetin e vendit, sepse jemi në një periudhë që buxheti është rritur, por vetëm duhet menaxhuar më mirë. Lidhur me garancitë sovrane. Tani zëvendës ministri